Dikur i thash një burri që pretendonte se nuk kishte asgjë, asnjë qindark në emër të tij, se ai ishte personi më i pasur që kisha takuar ndonjëherë. Ai më pa sikur kisha humbur mendjen. Por unë nuk kisha humbur asgjë. Kisha zbuluar diçka që ai kishte qenë i verbër ndaj saj gjithë jetën. Dhe kur i tregova atë që do të tregoj tani, parat filluan të shfaqeshin në realitetin e tij kaq vazhdimisht, kaq natyrshëm, sa ai pushoi së pyeturi si ishte e mundur dhe filloi të pyeste pse askush nuk ia kishte thënë kurrë këtë më parë. Tani ti je këtu sot, ndoshta duke pyetur veten nëse ajo që do të ndaj është reale. Ndoshta ke provuar pohime që tingëllonin bosh në gojën tënde. Ndoshta ke vizualizuar derisa të vemnin sytë dhe megjithatë llogaria jote bankare mbeti kokfortësisht e pandryshuar. Ndoshta ke lexuar të gjithë librat, ke parë të gjitha videot, ke përsëritur të gjitha mantrat dhe prapë bollku të duket si një breg i largët që nuk arrin dot ta prekësh. Dëgjoj me kujdes. Arsyeja pse përpjekjet e tua të mëparshme kanë dështuar nuk ka të bëjë me vlerën tënde, karmën tënde, gabimet e së kaluarës apo trashëgimin financiare të familjes tënde. Arsyeja është tmerrësisht e thjeshtë, pothuajse fyese nga thjeshtësia e saj. Ti ke qenë duke u përpjekur të marrësh para, në vend që të pranosh se ti tashmë i zotëron. Ke qenë duke ju lutur Zotit të mungesës, duke u përkulur para altarit të kufizimit, duke e stërvitur varfërinë me çdo mendim të shqetësuar. Ajo që do të mësoj sot nuk është një teknik për të tërhequr para. Është një zbulim rreth asaj se çfarë janë parat në të vërtetë, nga vinë realisht dhe pse ti ke qenë duke qëndruar në një oqean bollku ndërsa po vdisje nga idja. Kjo nuk është mistik, edhe pse mund të tingëllojë mistike. Kjo nuk është mendim pozitiv, edhe pse mendimet e tua do të ndryshojnë. Kjo është ligji themelor i ndërgjegjes që qeveris çdo manifestim, veçanërisht manifestimin e pasurisë. Unë e quaj këtë portofoli i padukshëm, sepse ashtu si një portofol që e mban gjithmonë me vete, ndërgjegja jote tashmë përmban burime të pakufizuara. Thjesht nuk ke mësuar ende si të shtrish dorën brenda tij. Por sot kjo ndryshon. Sot ti ndalon së lypuri universin dhe fillon të komandosh realitetin tënd. A je gati? Kur studenti im Neville erdhi për herë të parë tek unë, ai ishte pikërisht si ti. I uritur për të vërtetën, por i mbytur në teknika. Ai kishte lexuar librat, kishte studiuar filozofit, i dinte termat. Por ai ishte ende i varfër, ende duke luftuar, ende duke shpresuar që një ditë, disi, gjërat do të ndryshonin në mënyrë magjike. Gjatë mësimit ton të parë e pash në sy dhe i thash diçka që e tronditi. Neville, ti nuk po përpiqesh të bëhesh i pasur. Ti po përpiqesh të kujtosh se tashmë je. Ai u hutua. Ndoshta u bezdis. Ai donte këshilla praktike, hapa konkret, diçka që mund ta bënte. Dhe ja ku isha unë duke folur në një nivel që dukej si e nebër. Por nuk ishte e nebër. Ishte e vetmja e vërtet që ka rëndësi kur vjen puna te parat, apo çdo gjë tjetër që dëshiron. Ndërgjegja është realiteti i vetëm. Jo llogaria jote bankare. Jo rrethanat e tua. Jo puna jote, ekonomia apo historia familjare. Ndërgjegja, vetdia jote, gjendja që ti zë në imagjinatën tënde, është burimi, substanca dhe qendra e shpërndarjes së gjithë pasurisë. Shumica e njerëzve besojnë se parat vijnë nga përpjekja, nga puna, nga investimet, nga fati apo trashëgimia, ose nga ndonjë forcë e jashtme që u adhuron të zgjedhurve. Dhe kështu ata kalojnë gjithë jetën duke u përpjekur të manipulojnë botën e jashtme, duke u munduar t'i detyrojnë rrethanat të përkulen, duke u lodhur për të fituar bollkun përmes vullnetit dhe raskapitjes. Por po të them diçka që do të tingëllojë e pamundur derisa ta testosh vetë, parat nuk vijnë nga bota e jashtme. Ato vijnë përmes saj. Bota e jashtme është thjesht ekrani mbi të cilin projektohet gjendja jote e brendshme. Ndërgjegja jote është projektori dhe jeta jote është filmi që luhet kornizë pas kornize, duke të reflektuar saktësisht atë që ti ke supozuar se është e vërtetë për veten. Pra, kur flas për portofolin e padukshëm, flas për portofolin e ndërgjegjes që e mban me vete çdo moment të ditës. Brenda këtij portofoli nuk ka kartmonedha fizike, por diçka shumë më të vlefshme. Supozimin e pasurisë, ndjesinë e të qenit tashmë personi për të cilin parat rrjedhin lehtësisht dhe natyrshëm, këtu dhe tani. Ti ke qasje në pasuri të pafundme. Jo nesër. Jo pasi të bësh edhe 10 afirmime të tjera apo të vizualizosh edhe 30 bidh. Tani.
por nuk mund të aksesosh këtë pasuri për aq kohë sa qëndron në gjendjen e mungesës, për aq kohë sa ndihesh i varfër, për aq kohë sa këmbëngul me ndërgjegjen e kufizimin. Mendoje kështu, imagjino sikur vesh çdo ditë një kostum varfërie. Zgjohesh dhe e vesh. Mendon mendime varfërie. Ndjen ndjenja varfërie. Flet me fjalë varfërie. Merr vendime varfërie. Dhe pastaj çuditesh pse varfëria vazhdon të shfaqet në jetën tënde. Universi nuk po të ndëshkon. Universi thjesht po thot, po. Jam dakord. Ti je saktësisht ai që thua se je. Realiteti është gjithmonë besnik ndaj ndërgjegjes. Teknika e portofolit të padukshëm ka të bëjë me të mësuarit si të shtrish dorën në një xhep tjetër të ndërgjegjes tënde. Xhepi ku pasuria tashmë ekziston. Ku bolluku është gjendja jote natyrale. Ku shfaqja e parave në jetën tënde është po aq e pritshme dhe e zakonshme sa lindja e diellit çdo mëngjes. E di çfarë po mendon tani. Kjo tingëllon shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Dhe pikërisht ky është problemi. Ti je mësuar të besosh se vuajtja është fisnike, se sakrifica është e domosdoshme, se duhet të fitosh vlerën tënde përmes lodhjes dhe dhimbjes. Por po të them këtë, ky besim është burgu që të mban të varfër. Pasuria është e drejta jote e lindjes. Jo sepse je i veçantë, por sepse je ndërgjegje. Dhe ndërgjegja mund të marrë çdo gjendje që dëshiron. Ti nuk je viktimë e rrethanave. Ti je fuqia vepruese në jetën tënde. Ti je Zoti që imagjinon veten si njeri. Dhe çfarëdo që imagjinon, çfarëdo që ndjen si të vërtetë, duhet të manifestohet në realitetin tënd fizik. Kjo nuk është fe. Kjo nuk është besim. Kjo është ligj. I njëjti ligj që qeveris gravitetin dhe magnetizmin qeveris edhe manifestimin. Ndërgjegja gjithmonë e shpreh veten jashtë. Gjithmonë. Pa përjashtim. Pra, nëse dëshiron të ndryshosh realitetin tënd financiar, duhet së pari të ndryshosh gjendjen e ndërgjegjes që zë në lidhje me paratë. Por këtu dështojnë shumica e njerëzve. Dhe kjo është thelbësore. Ata përpiqen të ndryshojnë ndërgjegjen, ndërkohë që mbahen ende fort pas identitetit të vjetër. Ata afirmojnë bollëk, ndërsa ndihen të varfër. Vizualizojnë pasuri, ndërsa besojnë thellë se nuk e meritojnë. Thonë një gjë me gojë, ndërsa zemra u bërtet diçka krejt tjetër. Dhe pastaj pyesin pse asgjë nuk ndryshon. Teknika e portofolit të padukshëm e eliminon këtë kontradikt. Ajo të mëson të mishërosh plotësisht gjendjen e pasurisë. Të bëhesh realisht personi që tashmë ka atë që dëshiron. Të jetosh nga ky supozim aq plotësisht sa realiteti i jashtëm nuk ka zgjidhje tjetër veç se të përshtatet. Le të ta tregoj saktësisht si funksionon kjo dhe, më e rëndësishmja, si mund të fillosh ta zbatosh sot. Jo nesër. Jo javën tjetër. Sot. Sepse çdo moment që kalon në ndërgjegjen e mungesës është një moment ku po krijon më shumë mungesë. Dhe çdo moment që kalon në ndërgjegjen e pasurisë është një moment ku po krijon më shumë pasuri. Universi nuk i gjykon dëshirat e tua. Ati nuk i intereson nëse dëshiron $1.000.000 apo $1 të vetëm. Ai thjesht i përgjigjet gjendjes që ti zë. Pra pyetja nuk është nëse mund të kesh pasuri. Pyetja është, a je i gatshëm të braktisësh ndjesinë e njohur të mungesës dhe të hysh në ndjesinë e panjohur të bollëkut? Këtu hyn guximi. Sepse identiteti yt aktual, edhe nëse është i dhimbshëm, është i njohur. Është i rehatshëm në parehatinë e vet të hysh në një gjendje të re, do të thotë të braktisësh veten e vjetër dhe të bëhesh dikush tjetër. Shumica e njerëzve nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë. Ata do të preferonin të qëndronin të varfër dhe të sigurt, sesa të bëheshin të pasur dhe të pasigurt. Por ti je ndryshe. Ti je këtu sepse diçka brenda teje e di që ka një rrugë tjetër. Diçka brenda teje është gati të ndalojë së ushtruari varfërinë dhe të fillojë të mishërojë prosperitetin. Diçka brenda teje është lodhur nga pritja, shpresa, dëshira dhe është gati të marrë atë që tashmë i përket. Pra, le të shkojmë më thellë. Le të tregoj jo vetëm çfarë është portofoli i padukshëm, por si të shtrish dorën brenda tij dhe të marrësh çfarë të duhet, kurdo që të duhet. Por së pari duhet të kuptosh një të vërtetë themelore që ndryshon gjithçka. Ja ku është. Ti nuk manifeston atë që dëshiron. Ti manifeston atë që je.
Lexoje përsëri. Ti manifeston atë që je, jo atë që dëshiron. Dëshira nënkupton mungesë. Dëshira të mban në gjendjen e mospasjes. Por të qenit, të supozuarit, të diturit se tashme e zotëron atë që dëshiron, kjo është sekreti. Kjo është portofoli i padukshëm në veprim. Kur ta kuptosh vërtet këtë, gjithçka ndryshon. Marrëdhënia jote me parat transformohet plotësisht. Ti ndalon së ndjekuri, ndalon së lypuri, ndalon së kontrolluari me anë llogarinë bankare, ndalon së ndjer atë nyren në stomak kur vijnë faturat, sepse ti e di me siguri absolute që zotëron burime të pafundme në ndërgjegje dhe se parat fizike janë thjesht hija që duhet ta ndjek substancën. Ani, më lejo të të tregoj një histori për një grua që e zbuloi këtë të vërtet në mënyrën më të papritur. Ajo erdhi tek unë e dëshpëruar. Jo ajo dëshpërimi i heshtur, por ai i zhurmshëm. Ai lloj dëshpërimi ku paniku është bërë shoqëruesi yt i përditshëm. Ajo kishte 3 fëmijë, nuk kishte burr, nuk kishte punë dhe kishte $17 në emër të saj. Qiraja duhej paguar pas 5 ditësh. Ajo kishte huazuar tashmë nga të gjithë njerëzit që njihte. Nuk kishte më ku të kthehej. Ajo ul përballë meje, duke fërkuar duart pa pushim, duke folur me shpejtësi, duke marrë frymë me vështirësi mes fjalive. Më tregoi gjithë historinë e mungesës së saj. Babai i saj kishte qenë i varfër. Babai i babait të saj kishte qenë i varfër. Ajo ishte rritur pa asgjë. Kishte provuar gjithçka. Asgjë nuk funksiononte. Ajo ishte e mallkuar. Ajo ishte e pafat. Ajo ishte e destinuar për varfëri. E lash të fliste derisa fjalët i ushterën. Pastaj i bëra një pyetje të thjeshtë. Kur i mbyll syt tani, çfarë sheh? Ajo u hutua. Çfarë do të thuash? Mbylli syt, i thash. Më trego çfarë sheh. Ajo i mbylli syt dhe menjëherë fytyra e saj u tendos nga ankthi. Shoh fëmijët e mi duke qarë. Shoh veten duke u dëbuar nga shtëpia. Shoh veten në rrugë. Shoh dështim. Shoh errësirë. Hapi syt, i thash. Tani e kuptoj pse je e varfër. Ajo u ofendua. U lëndua. Unë sapo kisha konfirmuar frikën e saj më të thellë, se disi kjo ishte faji i saj. Por nuk kisha mbaruar. Ti mban një portofol, vazhdova. Çfarë mban brenda atij portofoli? Ajo nxori nga çanta një portofol të konsumuar. Brenda kishte $17, disa fatura dhe një fotografi të fëmijëve të saj. Ja mora portofolin nga duart dhe e mbajta lart. Ky portofol përfaqëson ndërgjegjen tënde. Ajo që vendos brenda ti përcakton çfarë mund të nxjerrësh jashtë. Tani për tani, ndërgjegja jote është e mbushur me imazhe varfërie, frike, dëbimi dhe dështimi. Dhe kështu, kjo është ajo që vazhdon të nxjerrësh në jetën tënde. Ti shtrin dorën në portofolin tënd të padukshëm dhe nxjerr saktësisht atë që ke ruajtur aty. Më shumë mungesë. Ja ktheva portofolin. Po sikur të ruaje diçka tjetër, po sikur sa herë që mbyll syt të shije bollët në vend të mungesës, po sikur të ndiheshe e pasur në vend që të ndiheshe e varfër, po sikur të supozoje se qiraja tashmë është paguar, se nevojat e tua tashmë janë përmbushur, se tashmë je e kujdesur nga një burim i pafund, por kjo është gënjeshtër, protestoi ajo. Unë nuk jam e pasur. Qiraja nuk është paguar. Kam vetëm $17. Buzëqesha, sepse e kisha dëgjuar këtë kundërshtim mijëra herë. Këtu është gabimi yt, i thash. Ti mendon se rrethanat e tua aktuale janë e vërteta. Por rrethanat janë thjesht korrja e supozimeve të tua të mëparshme. Janë lajme të vjetra. Janë ndërgjegja e dieshme e bërë e dukshme. Nëse dëshiron rrethana të ndryshme nesër, duhet të mbjellësh fara të ndryshme në ndërgjegje sot. Ajo tundi kokën. Nuk kam kohë për filozofi. Kam nevojë për ndihmë praktike. Kam nevojë për para tani. Atëherë ndalo së foluri dhe dëgjo, i thash me vendosmëri. Ajo që po të jap është udhëzimi më praktik që do të marrësh ndonjëherë. Ti do para. Atëherë ndalo se qeni gruaja që ka $17. Ndalo se ndjeri varfëri. Ndalo se imagjinuari dëbimin. Ndalo se ushtruari tragjedin.
Sepse çdo herë që e bën këtë, ti po shtrin dorën në portofolin tënd të padukshëm dhe po depoziton më shumë varfëri. Ndalon së ndjerë atë nyjen në stomak kur vijnë faturat. Sepse ti e di me siguri absolute që zotëron burime të pafundme në ndërgjegje dhe separat fizike janë thjesht lija që duhet ta ndjek substancën. U ngrita dhe shkova drejt dritares. Duke filluar nga ky moment, i thash, ti do të rishkruash botën tënde të brendshme. Ti do të supozosh se tashmë i ke paratë që të duen. Do ta ndjesh. Do ta dish. Do t'i mbyllësh sytë dhe do ta shohësh qiran të paguar, fëmijët e tu të siguruar, nevojat e tua të përmbushura. Dhe do ta mbash këtë supozim pavarësisht nga ajo që të tregojnë shisat. Për sa kohë, më pyeti ajo. Derisa të manifestohet, i thash. Një ditë, një javë, ndoshta një orë. Nuk ka rëndësi. Koha nuk ka kuptim në ndërgjegje. Ajo që ka rëndësi është supozimi që mban. Ajo heshti për një moment të gjallë. Pastaj tha diçka që nuk do të harroj kurrë. Po sikur të dështoj, ti tashmë ke dështuar me qasjen që po përdor tani, ju përgjigja. Çfarë ke për të humbur duke provuar diçka ndryshe? Ajo pohoi ngadalë me kokë. U ulëm bashkë dhe e udhëzova drejt një gjendjeje tjetër. I kërkova të mbyllte sytë dhe të imagjinonte se po merrte një telefonat nga një i afërm që i thoshte se po i dërgonte para. I kërkova të ndjente lehtësimin, mirënjohjen, qetësinë e të diturit se ishte e siguruar. I kërkova të imagjinonte se po i shtrinte fëmijët për të fjetur në shtëpinë e tyre të sigurt pa frikën e dëbimit. Në fillim ajo rezistoi. Por Abdullah, tha ajo, nuk i kam paratë. Si mund të ndihem mirënjohëse për diçka që nuk është reale? E pash drejtë në sy. A të kërkova të kesh paratë? A të kërkova të kuptosh si do të vinin? Jo. Unë të kërkova të supozosh ndjesinë e dëshirës së përmbushur. Paratë nuk janë puna jote. Mënyra nuk është puna jote. Detyra jote e vetme është të jetosh nga fundi, jo drejt ti. Ajo hezitoi, pastaj i mbylli sytë përsëri. Këtë herë pash diçka të ndryshonte. Fytyra ju zbut. Frymëmarrja ju ngadalsua. Një buzëqeshje e lehtë ju shfaq në cepat e buzëve. Ajo ishte aty. Ishte në atë shtëpi. Po e ndjente sigurinë. Po e përjetonte lehtësimin, sikur gjithçka tashmë ishte kryer. Qëndro aty, i përshpërita. Mos e u kthe shpejt te problemet e tua. Qëndro në këtë ndjesi. Lejoje të mbush plotësisht. Qëndruam në heshtje për disa minuta. Kur ajo hapi sytë, ato ishin ndryshe. Më të ndritshme. Më të sigurta. Tani, i thash, duhet të kthehesh në këtë gjendje çdo natë para se të flesh. Jo si një dëshirë. Jo si një lutje ku i lutesh Zotit për ndihmë, por si një fakt. Ti je e sigurt. Fëmijët e tu janë të mbrojtur. Parat kanë ardhur. Jeton nga ky fund dhe ura e ngjarjeve do të shfaqet. 3 javë më vonë, ajo u kthye te dera ime. Lotët i rribnin në fytyrë. Por këta nuk ishin lot dëshpërimi. Ajo qeshte dhe qante njëkohësisht. Erdhi, tha ajo, pa frymë. Motra ime, ajo me të cilën nuk kam folur prej 5 vitesh, më telefonoi nga hiçi. Ajo tha se kishte parë një ëndër për mua dhe ishte ndjerë e detyruar të më ndihmonte. Më dërgoi saktësisht shumën që më duaj. Qindark për qindark. Unë pohova me kokë. E sheh, i thash. Mënyra erdhi në një formë që nuk mund ta kishe parashikuar kurrë. Nuk kishe nevojë të dije si. Kishe nevojë vetëm të dije se ishte bërë. Supozimi yt krijoi urën. Besimi yt në të padukshmen e bëri të dukshme. Kjo është ajo që dua të them kur them se duhet të këmbëngulesh. Këmbëngulja nuk ka të bëjë me përpjekjen. Ka të bëjë me besnikërinë ndaj supozimit tënd, edhe kur bota bërte të kundërtën. Tani le të tregoj shtyllën e dytë të kësaj pune. Të jetosh nga gjendja, jo për të. Këtu shumica pengohen. Ata krijojnë vizionin. Ndjejnë dëshirën e përmbushur. Madje mund të këmbëngulin për një kohë. Por pastaj, pa e vënë re fare, rrëshqasin përsëri në të jetuarit për gjendjen, jo nga ajo. Çfarë do të thotë kjo? Kur jeton për gjendjen, ti po përpiqesh të arrish diku. Ti po shtrin dorën.
Ti po shpreson. Ti po pret që bota e jashtme të jap leje për të ndjerë atë që pretendon se është e vërtet brenda teje. Ti kontrollon llogarinë bankare për të parë nëse mund të ndihesh i pasur. Ti kontrollon telefonin për të parë nëse mund të ndihesh i dashur. Ti shikon peshoren për të parë nëse mund të ndihesh i bukur. Kjo është e përmbysur. Kur jeton nga gjendja, ti tashmë ke mbërritur. Ti nuk po bëhesh. Ke je. Ndjesia nuk është e kushtëzuar nga prova. Prova është e kushtëzuar nga ndjesia. Unë nuk prita për shenja që të quaja veten mësues. Nuk prita që studentët të shfaqeshin përpara se të merrja autoritetin e atij që mëson. Unë isha mësuesi fillimisht në mendjen time dhe bota u riorganizua për ta pasqyruar këtë. Ti duhet të bësh të njëjtën gjë. Nëse dëshiron pasuri, ti nuk jeton për pasurinë. Ti jeton nga pasuria. Ti nuk pyet kur do të vijë. Ti pyet si lëviz një person i pasur në botë dhe lëviz ashtu tani. Nëse dëshiron dashuri, ti nuk jeton për dashurinë. Ti jeton nga dashuria. Ti nuk pret të zgjidhesh. Ti ndihesh i zgjedhur tani nga vetë jeta. Dhe ecën si dikush që tashmë është si çmuar. Kjo nuk është shtirje. Kjo nuk është vetë besim i rrem. Kjo është për afrim me të vërtetën e ndërgjegjes që gjendja jote e brendshme është realiteti yt dhe bota e jashtme është thjesht hija që ajo hedh. Le të jemi drejt për drejt. Ti nuk mund t'i shërbesh dy zotërimve. Ti nuk mund të jetosh nga dëshira e përmbushur të hënën dhe nga mungesa të martën. Ti nuk mund të supozosh sukses gjatë meditimit dhe më pas të kalosh ditën duke u ankuar se asgjë nuk funksionon për ty. Gjendja që zë më shpesh është ajo që manifestohet. Prandaj të them, vëzhgo veten gjatë gjithë ditës. Jo me gjykim, por me vetëdije. Vëre se çfarë supozon të jetë e vërtet për veten kur askush nuk po të shikon. Vëre bisedat e brendshme që mban kur lan enët, kur vozit, kur shtrihesh në shtrat para gjumit. Këto momente të pambrojtura zbulojnë vendbanimin tënd të vërtetë. Dhe nëse zbulon se vendbanimi yt nuk është dëshira e përmbushur, atëherë duhet të lëvizësh. Jo nesër. Jo kur të përmirësohen kushtet. Tani, lëvizja është e thjeshtë, por kërkon vigjilencë. Sa herë që e kap veten duke u kthyer në gjendjen e vjetër, thjesht i drejton vëmendjen. Ti nuk e lufton mendimin e vjetër. Ti nuk e dënon veten që e pate. Ti thjesht kthehesh te ndjesia e dëshirës së përmbushur. Mendoje si të mësosh një fëmijë të vogël të ecë. Fëmia bie. Ti nuk e qorton. Ti nuk deklaron se ecja është e pamundur. Ti thjesht e ndihmon të ngrihet përsëri. Bie. Ngrihet. Bie. Ngrihet. Dhe më në fund, ecja bëhet e natyrshme. Kështu është edhe me supozimin. Ktheu te gjendja jote e dëshiruar përsëri dhe përsëri. Jo me sforcim, por me këmbëngulje të budh. Dhe çdo herë që kthehesh, ti e forcon atë gjendje. Ti ndërton një rrugë drejt saj në ndërgjegje. Dhe shumë shpejt e gjen veten duke jetuar aty natyrshëm, pa përpjekje. Kjo është çfarë do të thotë të këmbëngulesh. Jo të detyrosh. Jo të luftosh. Por të kthehesh butësisht dhe vazhdimisht te ndjesia e dëshirës së përmbushur, pavarësisht nga ajo që të tregon bota e jashtme. Unë pohova me kokë. E sheh, i thash. Mënyra erdhi në një formë që nuk mund ta kishe parashikuar kurrë. Nuk kishe nevojë të dije si. Kishe nevojë vetëm të dije se ishte bërë. Supozimi yt krijoi urën. Besimi yt në të padukshmen e bëri të dukshme. Dhe ja çfarë do të zbulosh? Bota e jashtme është gjithmonë me vonesë. Ajo të tregon kush ke qenë, jo kush je tani. Nëse e gjykon supozimin tënd të ri nga pamjet e menjëhershme, do ta braktisësh atë përpara se të ketë kohë të ngurtësohet në fakt. Duhet t'i japësh kohë supozimit të bëhet gjendja jote natyrale. Sa kohë? Kjo varet plotësisht nga sa besnik qëndron ndaj tij. Jo nga sa dëshpërimisht e dëshiron, por nga sa vazhdimisht ndjen nga ai. Tani mund të pyesësh. Po sikur të rrëshqas? Po sikur të harroj dhe të bie përsëri në gjendjen e vjetër? Ti do të rrëshqasësh. Të gjithë e bëjnë. Kjo nuk është ndështim. Është reagim. Pyetja nuk është nëse do të harrosh, por çfarë bën kur kujtohesh? A e ndëshkon veten? A e shpall veten të padenjë?
apo thjesht kthehesh butësisht te ndjesia. Kjo e fundit është rruga e mjeshtërisë. Mendoje si të mësosh të ecësh. Fëmia bie. A thot fëmia. Nuk jam i destinuar të eci. Kam dështuar në ecje? Jo. Fëmia ngrihet përsëri pa turp, por me kureshtje, me vendosmëri. Gjendja që dëshiron të zësh mësohet në të njëjtën mënyrë, përmes kthimit të butë dhe të vazhdueshëm. Njëherë pata një student që erdhi tek unë i dëshpëruar. E mbajta ndjesinë për 3 ditë, tha ai. Pastaj e humba. Tani jam kthyer aty ku isha. E pyeta. Kur e mbajte për 3 ditë, çfarë ndodhi? Ai ndaloi. Unë ndjeva ndryshe. Më i lehtë. Njerëzit reaguan ndryshe ndaj meje. Atëherë i thash. Ti nuk po shtireshe. Ti po e zije gjendjen. Tani ti e di rrugën e kthimit. Pyetja është. A do të kthehesh tek ajo? Apo do të ngrish kamp në tokën e rehumba? Ai e kuptoi. Brenda një jave ai po e zinte sërish gjendjen. Brenda një muaji, bota e jashtme ishte riorganizuar plotësisht për t'ju përshtatur. Ja e vërteta. Çdo kthim të gjendjen e forcon atë. Çdo herë që e kap veten në ndjesinë e vjetër dhe zgjedh të ren, ti e gdhen rrugën më thellë. E bën më të lehtë. Në fund, gjendja e re bëhet natyrale. Jo sepse e detyrove, por sepse e zgjoge përsëri dhe përsëri derisa u bë ti. Kjo nuk është disiplinë në kuptimin e ashpër. Kjo është përkushtim. Përkushtim ndaj versionit të vetes që ke vendosur të bëhesh. Po dyshimi. Po frika. Këto nuk janë armiq. Janë thjesht qyramarrës të vjetër në shtëpinë e ndërgjegjes tënde. Ti nuk lufton me ta. Ti nuk debaton me ta. Ti thjesht së dhomën ku ata jetonin dikur. Kur ti zë gjendjen e dëshirës së përmbushur, nuk ka vend për dyshim. Jo sepse e bebove, por sepse ti po qëndron aty ku ai nuk të arrin dot. Mendoje si të mësosh një fëmijë të vogël të ecë. Fëmia bie. Ti nuk e qorton. Ti nuk deklaron se ecja është e pamundur. Ti thjesht e ndihmon të ngrihet përsëri. Bie. Ngrihet. Bie. Ngrihet. Dhe më në fund, ecja bëhet e natyrshme. Kështu është edhe me supozimin. Ktheu te gjendja jote e dëshiruar, përsëri dhe përsëri. Jo me sforcim, por me këmbëngulje të butë. Dhe çdo herë që kthehesh, ti e forcon atë gjendje. Ti ndërton një rrugë drejt saj në ndërgjegje. Dhe shumë shpejt e gjen veten duke jetuar aty natyrshëm, pa përpjekje. Kjo është çfarë do të thotë të këmbëngulesh. Jo të detyrosh. Jo të luftosh. Por të kthehesh butësisht dhe vazhdimisht te ndjesja e dëshirës së përmbushur, pavarësisht nga ajo që të tregon bota e jashtme. Unë pohova me kokë. E sheh, i thash. Mënyra erdhi në një formë që nuk mund ta kishe parashikuar kurrë. Nuk kishe nevojë të dije si. Kishe nevojë vetëm të dije se ishte bërë. Supozimi yt krijoi urën. Besimi yt në të padukshme në bëri të dukshme. Më lejo të të tregoj diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kurrë për ndërgjegjen. Kur përpiqesh të manifestosh diçka, ndërkohë që njëkohësisht pyet veten nëse do të funksionojë, ti nuk je në 2 mendje. Ti je në 2 gjendje. Dhe ti nuk mund të zësh 2 gjendje njëkohësisht, sado bindse të duket iluzioni. Imagjino veten duke qëndruar në një derë. Një këmbë në varfëri, një këmbë në pasuri. Ku je? Askund. Ti je i pezulluar, i ngrirë, duke manifestuar vetëm konfuzion. Këtu jeton shumica e njerëzve gjithë jetën e tyre. Në korridorin mes gjendjeve, pa hyrë kurrë plotësisht në asnjërin dhomë. I shoh njerëzit ta bëjnë këtë me dashurinë. Ata imagjinojnë marrëdhënien perfekte, ndjejnë ngrohtësinë e afërsisë dhe pastaj menjëherë kthehen te vetmia për të parë nëse diçka ka ndryshuar. Hyn e del. Hyn e del. Si një fëmijë që mbjell një farë dhe pastaj e gërmon çdo orë për të parë nëse është rritur. Fara nuk është problemi. Kopshtari është. Duhet të mësosh të qëndrosh. Kjo nuk ka të bëjë me forcë vullneti. Nuk ka të bëjë me disiplinë. Ka të bëjë me të kuptuarit se çfarë je në të vërtetë. Ti nuk je një trup që përpiqet të kontrollojë ndërgjegjen.
Ti je ndërgjegje që përkohësisht mban një trup. Dhe ndërgjegja lëviz duke zënë gjendje, jo duke udhëtuar. Kur dëshiron diçka, ti nuk dërgon kërkesa në univers si mesazhe në shishe, duke shpresuar se do të dalin në bregun e duhur. Ti nuk lutesh forcave të jashtme. Ti nuk pret leje nga fati, nga Zoti apo nga rrethana. Ti thjesht zhvendos vëmendjen tënde nga gjendja e të dëshiruarit drejt gjendjes së të pasurit dhe qëndron aty. Hapësira mes këtyre gjendjeve nuk është distancë. Është supozim. Lëre këtë të futet thellë. Nuk ka udhëtim nga i varfër në i pasur, nga i sëmur në i shëndetshëm, nga i vetëm në i dashur. Ka vetëm një zhvendosje në atë që supozon se është e vërtet për veten, tani. Kjo është arsyeja pse koha sillet kaq çuditshëm kur manifeston sakt. Njerëzit thonë, ndodhi kaq shpejt, ose u duk sikur nuk kaloi fare kohë. Sigurisht, sepse ti nuk po prisje që koha ta sillte dëshirën. Ti tashmë ishe aty. Dhe bota fizike thjesht u riorganizua për ta pasqyruar gjendjen që kishe zënë. Prandaj them gjithmonë, të jetosh në fund nuk është një ushtrim mendor. Nuk është mendim pozitiv. Nuk është shpresë e veshur me gjuhë shpirtërore. Është banim. Ti zhvendosesh aty. Ti merr banesë. Ti nuk e viziton dëshirën tënde në meditim dhe pastaj kthehesh te mungesa. Jo, ti banon aty. Kur Neville erdhi tek unë dhe tha, Abdullah, dua të shkoj në Barbados, por nuk kam para. Unë nuk e ngushëllova. Nuk i thash, një ditë nëse punon fort, ndoshta do të mundesh. Unë i thash, ti je në Barbados. Dhe çdo herë që ai protestonte, çdo herë që sillte logjikën, dyshimin, realitetin e tij të ashtu quajtur, unë përsërisja. Ti je në Barbados. A isha mizor? Jo, isha i saktë, por refuzoja të merrja pjesë në iluzionin e tij të ndarjes. Ai nuk ishte një njeri në New York që dëshironte Barbadosin. Ai ishte një njeri në Barbados që ende nuk i kishte hapur sytë për ta parë. Dhe puna ime nuk ishte ta ndihmoja të shkonte atje. Puna ime ishte të refuzoja gënjeshtërën se ai ishte diku tjetër. Dhe çfarë ndodhi? Ajo që bota e quante të pamundur u bë e pashmangshme. Një bilet u shfaq. Një mundësi u manifestua. Sepse realiteti i brendshëm gjithmonë shfaqet jashtë. Gjithmonë. Ura e ngjarjeve nuk është diçka që ti e ndërtove. Është diçka që ndërtohet vetë, sapo ti ndalon së qëndruari përpara saj me këmbënguljen tënde ndaj kushteve aktuale. E sheh, shumica e njerëzve e trajtojnë imagjinatën e tyre si një shërbëtor. I japin urdhra. Shko ma sill këtë dëshirë. Ma sjell atë rezultat. Por imagjinata nuk është shërbëtori yt. Ti je instrumenti i saj. Kur jeton në fund, ti nuk po komandon realitetin. Ti po përafron veten me realitetin që tashmë ekziston në të vetmin vend ku realiteti ka ekzistuar ndonjëherë, në ndërgjegje. Koha nuk shëron. Hapësira nuk ndan. Rrethanat nuk diktojnë. Ndërgjegja është gjithçka. Dhe kur ti zë një gjendje në ndërgjegje, ti nuk po përgatitesh për një ngjarje të ardhshme. Ti po zgjedh cilin version të realitetit do të përjetosh. Ura nuk të çon nga këtu atje. Ajo zbulon se atje ka qenë gjithmonë këtu, duke pritur që ti të ndaloje së këmbënguluri se ishte ndryshe. Prandaj, kur më pyet, sa kohë do të zgjas? Ti je ende jashtë derës. Hyr brenda. Dera është e hapur. Tryeza është shtruar. Ndal së pyeturi kur do të mbërrish dhe ulu. Shumë prej jush po presin leje. Po presin një shenjë nga qielli, një zë, një mrekulli. Por shenja tashmë është dhënë. Dhe shenja është vetë dëshira jote. Pse do të jepej një uri që nuk mund të ngopet? Pse do të tregojë një vizion që nuk mund të arrihet? Universi nuk të tall me ëndra të pamundura. Dëshira jote është përshpëritja hyjnore që thotë. Kjo është e jotja. Tani merre. Njëherë njoha një grua që donte të martohej. Ajo vazhdimisht pyeste. Kur do të më propozoj? Kur do të ndodh? Ajo po jetonte në pyetje. I thash. Ndal së pyeturi kur. Jeton nga përgjigjja. Flisi gruaja e tij.
Zgjohu si gruaja e tij. Vish unazën në imagjinatën tënde përpara se ajo të prek gishtin. Ajo rezistoi. Tha, kjo më duket sikur po gënjej veten. I thash, jo, gënjeshtër është kur thua se je i pafuqishëm. E vërtet është kur thua se je zoti në formë njerëzore dhe imagjinata jote është punishte e krijimin. 3 muaj më vonë, ajo erdhi tek unë me unazën në gisht. Ajo nuk më pyeti si ndodhi. Ajo e dinte. Ajo kishte ndaluar së prituri dhe kishte filluar të jetonte. Kjo është ajo që dua të them kur them. Dera është e hapur. Nuk ke nevojë të trokasësh më. Nuk ke nevojë të lutesh. Nuk ke nevojë të provosh se e meriton. Ti je tashmë i denjë sepse ekziston. Ndërgjegjja jote është e vetmja vlerë që kërkohet. Por ja ku shumica dështojnë. Ata ulen te dera dhe e admirojnë. Flasin për derën. Lexojnë libra për derën. Diskutojnë nëse dera është reale. Ndërkohë, dera qëndron e hapur dhe ata mbeten jashtë. Ec përpara. Ti thua. Por Abdullah, e provova një herë dhe asgjë nuk ndodhi. Unë të them. Ti nuk provove. Ti dëshirove. Ti shpresove. Ti e fute këmbën në ujë dhe u ktheve mbrapsht kur ishte i ftohtë. Të provosh nuk është e njëjtë me të supozosh. Kur supozon, ti nuk teston. Ti zhytesh. Ti nuk shikon nga vrima e Chelsit. Ti hyn brenda. Ti nuk pyet nëse të lejohet. Ti ulesh në tryez sepse e di që është shtruar për ty. Dhe kur ulesh, i gjithë universi rregullon vendet për të bërë vend. Kjo është ajo që shumica nuk ta thon kurrë. Ata flasin për supozimin si një kërkesë të butë drejtuar kozmosit. Jo, supozimi është grushti i hekur brenda dorezës prej kadifeje. Është i butë në zbatim, por absolut në autoritet. Njëherë njoha një grua që supozoi pasurinë. Jo e dëshiroi. Jo u lut për të. E supozoi. Ajo nuk priti që llogaria bankare ta pasqyronte. Ajo ecte si një grua që ka mjete. E qetë. E sigurt. Ajo nuk bleu gjëra të shtrenjta. Por qëndrimi i saj ndryshoi. Vendimet e saj ndryshuan. Brenda javësh mundësi u shfaqen. Një ofertë biznesi. Një trashëgimi nga një i afërm i largët. Një borxh i falur. Bota u riorganizua për t'ju përshtatur bindjes së saj të brendshme. Supozimi nuk është magji. Është ligj. Ligji i korrjes së njëjtë. Ti korr atë që mbjell në ndërgjegje, jo vetëm në veprim. Veprimi pa supozim është punë e rënë. Supozimi me veprim të frymëzuar është krijim. Dhe kur të them të supozosh, nuk po të kërkoj të shtihesh. Po të kërkoj të njohësh atë që tashmë është e vërtet brenda teje. Karrigjia nuk dyshon se do të të mbajë. Toka nuk pyet nëse duhet të të mbështesë. Ato thjesht janë. Dhe kështu je edhe ti ajo që kërkon të bëhesh. Por supozimi kërkon diçka që shumica nuk janë gati ta japin. Vdekjen e vetes së vjetër. Ti nuk mund të supozosh të ren duke u kapur pas identitetit të vjetër. Hiqi këto histori të vjetra. Digji. Jo me keqardhje, por me lehtësim. Ato të sollen deri këtu. Tani zgjidh një të re. Ti nuk je historia jote. Ti je supozimi yt aktual. Kush po supozon se je tani? Kjo je. Jo kush ishe dje. Jo kush ishe një orë më parë. Tani. Dhe çdo moment është një mundësi për të supozuar sërish. Kjo është e gjithë e vërteta. Ti nuk manifeston atë që dëshiron. Ti manifeston atë që je. Dhe kur e kupton këtë, ti ndalon së lypuri. Ndalon së prituri. Ndalon së pyeturi kur. Ti hyn. Ti ulesh. Ti jeton. Dhe bota ndjeth. Ai ishte një njeri në Barbados që ende nuk i kishte hapur syt për ta parë. Dhe puna ime nuk ishte ta ndihmoja të shkonte atje. Puna ime ishte të refuzoja gënjeshtrën se ai ishte diku tjetër. Dhe çfarë ndodhi? Ajo që bota e quante të pamundur u bë e pashmangshme. Një bilet u shfaq. Një mundësi u manifestua.
sepse realiteti i brendshëm gjithmonë shfaqet jashtë. Gjithmonë. Ura e ngjarjeve nuk është diçka që ti e ndërtove. Është diçka që ndërtohet vetë sapo ti ndalon së qëndruari përpara saj me këmbënguljen tënde ndaj kushteve aktuale. Dhe tani, një fjalë e sinqertë për ty që po e dëgjon këtë deri në fund. Nëse e ndjen se e kupton thellë këtë mësim, por nuk arrin ta mbash imagjinatën të fokusuar. Nëse e nis me entuziazëm dhe më pas rrëshqet përsëri për shkak të mungesës së disiplinës. Nëse e di çfarë duhet të bësh, por të mungon udhëzimi i saktë dhe struktura e përditshme. Atëherë mos e gjyko veten. Kjo nuk do të thotë se nuk funksionon. Do të thotë se nuk je i mbështetur siç duhet. Pikërisht për këtë është krijuar projekti Arkitekti i Universit. Ky nuk është një kurs i zakonshëm. Është një projekt i ndërtuar individualisht për çdo student, për t'i mësuar jo vetëm si të imagjinojnë, por si të qëndrojnë në gjendjen e duhur, ditë pas dite, pa u kthyer te identiteti i vjetër. Nëse ndjen se e ke provuar vetëm dhe ke dështuar. Nëse je lodhur duke filluar e duke u ndalur. Nëse e di që ke potencial, por të duhet një strukturë reale dhe udhëzim i drejt për drejt. Na kontakto. Arkitekti i Universit është për ata që janë gati të mos luajnë më me teknika, por të ndërtojnë realitetin e tyre me vetdije. Nëse e ndjen se ky mesazh po të flet ty, nuk është frastësi,